Ço të më thënë rebound? Shiko. Rebound. Për mua që nuk çfarë do të thënë rebound? Shiko, reboundi për mua është forma më e trisht e lidhjes, sepse siç e thash, ti po lidhesh me dikë vetëm sepse do të harrosh dhe të mos duash më dikë tjetër. Dhe është shumë e trisht. Unë me ty pa ta fillu, veç ta bëj tjetrin xheloz. E tash me ty jam. Shko, unë mendoj që reboundi është një njeri që të ndihmon kur po çalon të mbajt e ecni të dy bashk. Ti e dish ai njeriu është paterica jote për një farë kohe. Ti në vetdijet tënde e dish ai njeriu është paterica jote, po ti nuk e do me vërtetë. Do të thoni po flisni kur ti ndahesh me një person që ke dashur shumë, dhe direkt pa kaluar shumë kohë, lidhesh me një tjetër për të harruar atë që ti do jesh shumë. Janë këto gocat që hidhen nga një marrëdhënie në një tjetër që nuk rrin dot vetë. Çfarë larg. Unë po flisja me një shoqe dhe ajo më tha një gjë shumë interesante. Ajo tha, reboundi për fat tinton të keq ose të mirë është emocional, sepse mund të mendosh që reboundi ka të bëjë me seksin, por të gjithë kemi provuar që seksi pas ndarjes një lidhje që e ke dashur shumë personin ka qenë skandaloz. Është thjesht ndodh dhe është një gjë komplet mekanike. Dhe ti ndihesh bosh. Kurse ky personi tjetër nuk ka të bëj fare para reboundit, nuk ka të bëj shumë me marrëdhënie seksuale, sa ka të bëj që ky të jep atë, të mbushë të bëshllëkun që ai personi tjetër ty ta mori. Pra ti ke akoma dashuri të mbetur nga lidhja që u ndave dhe ky personi ti e gjen këtë personin dhe është ky të mbush, pra e mbusha gjitha të bëshllikun me gjitha emocionet. Unë do thoja diçka tjetër në fakt. Do thoja që reboundi të ndodh përveç kësaj patjetër, po të ndodh sidomos kur ti ndahesh nga një lidhje shumë toksike, që atë njeriu e ke dashur shumë, por e di që kjo lidhja për ty ka mbaruar dhe ti hidhesh menjëherë tek një lidhje tjetër, sepse dhe gjen të kundërtën tek këtij njeriu që ti le. Të kundërtën dhe ty të duket sikur je shumë e dashuruar. Po pastaj sa mbaron ajo vala, ajo reja e madhe, pasioni i madh, ti e kupton që ky njeriu nuk qen ka me vërtet dashuria jote, por është thjesht reboundi yt për të ndihmuar ty për të dalë nga kjo faza. Paterica, po e quajmë kështu, se me që e tham në fillim. Dhe pastaj ti nis të pyesësh vetëm prap, a është ky personi gjëja që dua dhe gjë që më mungonte? Dhe a mos dua unë prap toksikun tim? Në fillim të duket sikur Shiko, në fillim ty të duket shpëtim reboundi, ky njeriu tjetër. Po, sepse është e kundërta, është timon e kundërta. Ti ka ardhur komplet nga një lidhje tjetër që mendoje që nuk e doje më dhe po të mbyste, dhe teksa ti takon një njerëz që është e kundërta e këtij njeriu, ti thua, o zot, ku pas kam qenë unë, ky është fiks njeriu i ëndrave të mia. Pastaj ti e kupton, zgjohesh, e mund të jetë thjesht një moment. Mund të jetë thjesht një moment që ti çohesh dhe kupton që çfarë drejtën po bëj unë me këtë njeriu. E besoj që do të jetë moment shumë i keq, që thjesht ai personi për shembull është investuar, se ai mund të ketë qenë një periudhë shumë të gjatë single dhe të ka njohur ty. Edhe të njeh ty dhe ti je me atë euforinë e momentit, ajo hiperobsesioni i fillimit që dhe ti do të flasësh gjithkohë sepse ti ishe mësuar në lidhjen tënde që flisje me personin dhe tani ja kalon ti kanalizon gjithë emocionet tek ky person dhe thjesht ti ta shkatrosh atë tjetrin. Ky reboundi ndodh për gjithë njerëzit që kanë frikrin vetëm, sidomos te gocat që direkt sa ndahen, duan të kenë patjetër një partner në jetën e tyre dhe zgjidhin që të parin që shohin që është e kundërta atij që kanë qenë për një kohë të gjatë, lidhen direkt. Trauma bonding. E vërtet. Shumë. Edhe kjo pastaj kështu shkojnë zinxhir lidhjet edhe çunat pastaj që lëndojnë nga gocat edhe e bëjnë të gocat e tjera. Reboundet zgjasin, pra e zëm se ti je në një lidhje rebound. Sa mendoni që zgjat? Sa mendoni që ti mund të qëndrosh në një lidhje rebound, që të kuptosh që është rebound dhe pastaj të ndahesh? Apo reboundet mund të zgjasin? A mund të ndodhi për shembull që reboundet të zgjasin me vite dhe pastaj të kuptohesh që ti je në një lidhje rebound, s'është ky dashuria jote? Unë mendoj që po. Nuk e di. Unë mendoj që edhe mund të varet se sa in touch jeti me emocionet e tua si person, domethënë. Nëse do shkojë në terapi nuk do zgjas, sepse terapista do të hapte sytë, do kuptojë. Varet se kupton që ke nevojë për terapi. Mund të ndodhi, mund të ndodhi rast ekstrem që dhe mund të jesh shumë, mendoj që thjesht në atë moment njeriu nuk është gati për asgjë. Dhe un kam nuk e di, nuk e mbaj mend fiks ku e kam parë, por ajo goca tha, ky personi është shumë i mirë dhe unë nuk e di nëse dua që ky tjetër reboundi im pas lidhjes sepse mund ta prish si muhabet. Dhe mendoj që do ta ruaj, domethënë
ta bëj pauzë për momentin dhe kur ti je mund më okay, ta njoh, sepse nuk dua që këtë njeriu ta humb, që ta bëj rebound dhe ta humb fare, domethënë si mundësi për të nisur diçka reale. A ka qenë e vetëdijshme në këtë rast? Po, unë mendoj që ka raste kur reboundi zgjat me vite, sepse në opinionin tim, për shembull, kur një gocë krijon një rebound, ai çuni në opinionin tim gjithmonë do më shumë gocën se sa goca atë. Dhe në rastin e kundërt, kur çuni bën një rebound, goca do më shumë. Dhe do s'do ti kur jeni. Sigurisht ai e shef si shpëtim. E shef si shpëtim, po. Dhe unë mendoj që kur e sheh personin si shpëtim, edhe ai më do shumë, s'mund ta lëm këtë, vjen një moment që thua, pyetja e parë, po unë çfarë dua vet, se unë isha një lidhje të keqe, toksike dhe jam i çun të mirë tani dhe pse dua ta lë këtë. Fajson veten, ai është momenti që ti fajson veten, ai është njëri i mirë, ta lë unë, e kupton? Dhe në të pastaj është që të vinte pak keq që ti do e lërë, sa të ka qëndruar afër në çdo moment tëndin të keq, kur ti kishe shpërthime për ishin toksik. Që ai ka qenë aty për ty. Dhe të vjen keq më shumë se sa është një faj që ti fajson veten. Pra, shenja që ti je në një lidhje rebound, përveç faktit që ti sapo ke dalë nga një lidhje dhe kalon në një lidhje tjetër, që ky është reboundi klasik. E dyta është që ti këtë njeriu e shef si shpëtimin tënd edhe është komplet e kundërta e atij njeriu. Dhe treta, ajo çfarë mendoj unë që duhet të jetë shumë e dukshme që ti po përjeton një lidhje rebound, është që ti i rikthehesh her pas here ishit. Pra, jo vetëm i rikthehesh duke i shkruar, se edhe duke i shkruar, po edhe duke qenë dhe jetuar në kujtime ose në hijen e ishit. Mendimet. Në mendime, sepse kjo të tregon ty që ti nuk je shëruar akoma nga lidhja jote e mëparshme, dhe nëse ti je duke përjetuar këtë, ajo çfarë ti je duke jetuar momentalisht është një lidhje rebound dhe herët apo vonë ti do kuptosh që kjo nuk është ajo që ti do. Unë mendoj që një nga gjëra më të këqija që mund të bësh, jo vetëm në rebound, situatën e reboundit, por në një lidhje të re është krahasimi. Pra, pa e të ndodh natyrshëm. Në rebound ndodh ajo. Po me rebound ndodh shumë dhe ndonjëherë duke krahasuar, mund të jetë krahasim tipit që ai studente të dilja për shembull, po ky është shumë liberal, ose ai diskutonte me mua për story që unë postoja, dhe shiko ky, sepse unë bëra repost në super TikTok. Thonte, kur ky thjesht më bën like storyn, por ishi im i bënte screenshot dhe më sillte një ese se sa disrespectful ishte foto ime në story. Ky është ai momenti që ti mendon që nuk e do këtë toksikun, po ti e kupton që ky toksiku është ajo që ti do, e kupton vetë. O vlla, më bën një ese me 500 fjalë, pse ta fshi storyn? Më jep problem. Çndron. Po shkon. Sa ne jemi toksika, e femra. Jo, ne toksicitetin e lëm pas në 2025-ën. Ne do flasim në një episod tjetër për këtë, nuk më vesh do ta lëm kurrë. Toksicitetin e binjakët, unë sa të kem veshur këtë fustan, nuk do jem toksike. Nuk e di, ndoshta mund i marr në 2026. Të erdhi si në një informacion që duhet ta elaborojmë në ndonjë episod? Në horizont ka diçka, se çfarë nuk e dim, po ka diçka. Era binjak. Era binjak. Shpresojmë të jetë një binjak jo toksik se të tjerët. Nuk flas dot se kam këtë fustanin. Nuk shaj asnjë binjak. Gjesi, çfarë po thoje? Unë po thoya që përgjithsisht në këto lidhje janë këto momentet që unë kam pasur shit të ngushtë. Dhe ajo pati një rebound direkt sa nga një lidhje goxha e gjatë. Dhe thoshte, kur ai më gatuante, unë mendoja se si gatuante ishi për mua. Edhe prekesha, dhe ai mendonte që unë prekesha sa gjesti i bukur që më bënte ai, ndërkohë që unë kujtoja ishi në mendje si më gatuante mua ishi, e kupton? Shikon se kjo është dukshëm i rebound. Është një gjë e keqe dhe shumë të lëndon.